لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun subhanahu wa taala. Atë falenderojmë për ti fale, udhëzime kërkojmë. Salavatet, selamet, përshëndetjet më të mira mbi më të mirën pejgamber, mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij, familjen e tij dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e gjëratave javore të ditave të shtuna, ku jemi duke fol mbi veprat dhe punët e zemrës. Kemi marrë një varg të veprave të zemrës, jemi tek friga prej Allahu subhanahu wa taala. Na ka ngel në këtë vepër që të shohim se cili është rezultati, cila është dobia dhe lëvërdia, cili është fryti i të pasurit frikë prej Allahu subhanahu wa taala. E marrëm në bazë të planit që zakonisht i shpjegojmë veprat e zemrës, definicione, vlera, se që ka ardhur në Kur'an, në Sunet pejgamberit alayhi salatu wassalam, shkallët si realizohet, si bëhet besimtari që t'i ketë frikë Allahu subhanahu wa taala. Tani na ka ngel të shohim se cilat janë frytet të kësaj vepre dhe pastaj do të shohim me lein Allahu subhanahu wa taala gjëratën e fundit zakonisht që e mbajmë në çdo vepër të zemrës, se si e kishin realizuar dhe manifestuar muslimanët e parë këtë vepër. Do ta shohim pastaj me lein Allahut te bareke ve teala. Cilat janë vëzër frytet e të pasurit frikë për Allahu subhanahu wa taala? Janë shumë. Mirë, po ne do të zgjedhim disa prej tyre, apo më të rëndësishmet prej tyre, të cilat duhet besimtarit t'i vjel dhe t'i merr nga kjo vepër e madhe e Zotit, ndaj Zotit te bareke ve teala. Gjëja e parë, vëzër, mësimi i parë apo fryti i parë që e nxjerr muslimani nga friga prej Zotit subhanahu wa taala është se friga është sebeb që ja mundson robit me shkel në xhenetin e Allahu subhanahu wa taala dhe me u liru nga zjarri i xhenemit dhe nga ndëshkimi i kësaj bote. Kjo është mësimi i parë dhe dobia e parë. Pra një njeri i cili tutet Zotit, i ka frikën Zotit te bareke ve teala, ai njeri shkarkohet për shkak të frikës që e ka nga ndëshkimi i kësaj bote dhe nga ndëshkimi i ahiretit dhe nga të gjitha ndëshkimet që ka mundësi me i përjetu të tjerët. Tani kur jemi këtu të ndëshkimet, vëzër, gjithmonë du të keni parasysh se ndëshkimet dhe sprovat nuk janë njësoj. Edhe ai që i tutet Allahit sprovohet, ama nuk ndëshkohet, nga se sprovat vinë për me të hip dërejgje, e ndëshkimet vinë për me të përçmue. Andaj, ai cili ka frikën Allahu subhanahu wa taala nuk e dënon Zoti madh te bareke ve teala. Do të vinë pasaj në hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allahu xhelal xhelal ka garantuar xhenet në Kur'an, në surën Rahman, atij njeriu i cili tutet Allahu subhanahu wa taala. Në surën Ar-Rahman, ajeti 46, thot Allahu te bareke ve teala: "Wa liman khafa maqama rabbih jannatan." Ai i cili tutet Allahut, ai i cili tutet Zotit vet, ai ka dy xhenete. Allah na bof nasib ya rabbal alamin. Mirë, po vëzër, para se të mendojmë për xhenetin, duhet të mendojmë se si ti mbushim zemrat tona frikë për Zotit, se si ti pastrojmë gjymtyrët tona nga mëkate, se si ti pastrojmë zemrat tona nga çdo gjë e cila nuk e don Allahu subhanahu wa taala. Kjo është detyra jonë. E pastaj ajo çka i përket Zotit është me na shpërblyje. Allahu xhelal vëzër gjithmonë e mban fjalën, po ai i cili se mban fjalën është robi. Ai që nuk i rri gati detyrave të veta është robi. E Allahu subhanahu wa taala gjithmonë e realizon fjalën e vet. Në komentin e këtij ajeti ka thënë Mujahidi, nxënësi ibn Abbasit radhiyallahu an, ka thënë kush është ky njeri për të cilin Allahu xha flet në këtë ajet, ka thënë është ai njeri i cili do me e bani gjuna, i kujtohet dita kur ka me dal përpara Zotit edhe e le gjunajin. Që kjo është ai njeri? Pra në surën Ar-Rahman, ajeti 46, thot Zoti on te bareke ve teala: "Wa liman khafa maqama rabbih jannatan." Ai i cili tutet ditës kur ka menet përpara Zotit llogari, ai ka dy xhenete. Ka thënë Mujahid ibn Jabr rahimahullahu taala, është ai njeri i cili ja mësin i gjunahit, i kujtohet dita kur ka me dal me dhën llogari përpara Zotit, që ka menet para tina, kur i kujtohet kjo,
e le gjunajin. Allah na bo fitnë ja rabbul alamin. Qase çdo njeri vëzë ka mundësi me marr synim me bani gjuna, apo mu tërheq drejt gjunat, apo me bani qef. Mirë po kur i kujtohet se ka me dalë përpara Zotit nalët. Domethënë çka e ndal besimtarin në diçka tjetër vëzë? Kjo ti ki me dalë përpara Zotit xhelle xhelalu. Gjithashtu ka ardhur nga njëti hoç, nga nxënësi ibn Abbasit radhiyallahu an, nga Mujahidi, thot men khafa Allah inda maqamihi ala al-ma'siyah fi dunya. Ka thënë ky njeri është ai i cili i tutet Allahut kur del përpara gjunahit në dunja. E sheh gjunahin edhe ky i tutet Allahu xhelala dhe largohet mes tina dhe gjunahit. Gjithashtu ka ardhur njëta me forma të ndryshme, ka thënë huwa ar-rajul alladhi yadhkuru Allah 'inda al-ma'asi. Ka thënë është një njeri i cili kur synon apo bie në gjuna, i kujtohet Zoti edhe e lë gjunahin. I kujtohet Zoti edhe e lën gjunahin. Gjithashtu ka ardhur nga Ibn Abbasi radhiyallahu anhu wa ardha, ka thënë wa'ada Allahu jalla thana'uhu al-mu'minina alladhina khafu maqamahu fa'addu fara'idahu al-janna. Ka thënë Ibn Abbasi radhiyallahu an, Allahu subhanahu wa taala i ka premtuar atyre besimtarëve, të cilët i tutën Zotit xhelle xhelalu dhe i çojnë farzët në vend, se kam i shpërblim me xhenet. Allah na vofitën. Domethënë vëllezër, nuk është muhabet llafi, nuk është muhabet slogane, nuk është muhabet adresa dhe përkatësie, është muhabet tute, ti mi tut Allah dhe mos më bëj gjuna. Dhe kjo vëllezër ajo efekti i besimit. Shumë për njerëzve mendojnë se nëse e ngjet një adresë të besimit, apo si letër njoftim, ai mendon se ai ka pa bigjenet live. Jo vëllezër. Derisa kjo të hinjen mishë, në gjakë, në damare, në shpirtë, ti tutë Zotit edhe të shtëpia jote kur je vet. Kur ti ki mundësi me bani të keqe, nuk e ban, se e di se Allahu subhanahu wa taala të shef. Kjo është ajo efekti i besimit, ndërkohë që vetëm besim me llafe kanë mundësi shumë për njerëzve me deklaruar. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala surën Qaf, ajeti 31, thot Allahu jalla jalalu wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'idin hadha ma tu'aduna li kulli awwabin hafiz. Thot Allahu tebareke wa ta'ala për ditën e Kiametit afrohet xheneti për ata të cilët ju kanë tutë Allahut jalla jalalu, nuk rri larg, e afron Zoti tebareke wa ta'ala. Kjo është dita e premtimit që është dhënë juve. Kjo është dita e premtuar. Por çdo njeri i cili pendohet shumë dhe ruhet, thot Allahu xhelle xhelalu, men khashiya ar-rahmana bil ghaib. Kjo është për ata i cili u ka tut Rahmanit, Zotit të Madh xhelle xhelalu, mëshiruesit, mëshirplotit, me çka pa e pa. Ju ka tut Allahut pa e pa. Wa jaa bi qalbin munib, dhe ka ardhur te Zoti me zemër të pendume. Pik këtu e ka nis pendimin, atje ka përfunduar te Zoti Madh te bareke ve teala. Udkhuluha bisalamin, thot Allahu xhelle xhelalu, hynin ta me qetësi dhe siguri. Zoti na e mundsof këtë ditë ya rabbal alamin. Mirë po vëllezër, besimtari, çfarë? Duhet me ditë se Zoti Madh te bareke ve teala nuk korruptohet me llafe, nuk korruptohet me mashtrime. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'un Allaha wal ladhina amanu. Thot Allahu jalla jalalu, ka disa njerëz nuk janë besimtar, ama thonë që janë besimtar, ama ata në vërtet nuk janë. Mundon me korruptu Zotin. Shiko Allahu që thot, yukhadi'un Allaha wal ladhina amanu. Mundon me korruptu Zotin e Madh te bareke ve teala. A korruptohet Zoti o vëllezër? Ti mund është mu me mbinë se i e takvalia më i madhë. Malik ibn Dinari ka ardhë në Shkup, Ibrahim ibn Edhem e bore. Unë mu më ashtruhe. Zotit tanë që ka i banë, Zotit tanë, unë e ti, Zotit që ka i bojna. Kur ti e vetë, mrena 4 mureve, që ti, që ajo gjendje, që i halë që ka i e që ti, që ajo i e ti në hakikat. Sa i kiti në bush gjepat me haram, që ajo i e në hakikat. Sa i kiti shpirtin me haram, që ajo i në hakikat. A unë e ti që ka e zonë në tjetër, kur farvlerë s'ka? Kur farvlerës ka të Zoti Madh te bareke ve teala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shpresuar për plot njerëz që kanë mu bë musliman, s'janë bë. S'janë bë. S'ka ndryshuar kur gjatë te Zoti se Muhamedi alayhis salam ka dëshiruar me dëshirën më të flakt që Abu Talibi më musliman. A u bë? Jo. A di çka më interesant? Për disa njerëz ka dëshiruar pejgamberi sa mu bë musliman, s'janë bë. Për disa të tjerë që ka marrë mendja kur që bën musliman janë bë. Që ti që ka menon, andaj përmendëm
Fjalë Allahu xhan Kur'an, "Laysa laka min al-amri shay", o Muhammed, kur gjon dorë s'ki ti. Kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam s'ka dorë vëzër, unë e tia. Nëna vetë sebebe. Nëna vetë sebebe. Andaj, shiko vëzër, thot Allahu te bareke ve teala, ata të cilët ju kanë tut Allahut pa e pa, Allah na mëson të papi tëre. Këtyre kanë më u than ditën e Kiametit, hin xhenet i mbrojtur, i siguruar. Dhalika yawmul khulud. Kjo është dita ku s'ka më vdekje. Kjo dita kur s'ka më vdekje. Andaj, kjo vëzër, ajo që ka ardhë nga fjalët e Zotit te bareke ve teala. Thot al-Munawi në komentin e kësajna, thot se Allahu subhanahu wa taala i ka premtuar besimtarëve, i ka premtuar besimtarëve në këtë ajet, dhe gjithashtu ka ardhur hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka thënë alayhi salatu wasalam, tri gjëra e shpëtojnë njeriu në ditën e Kiametit, njëra prej tyre është friga prej Allahut, tinza edhe në publik. Thot Munawi, nga kjo kuptojmë, nga këto ajete dhe këto hadithe, kuptojmë se Allahu subhanahu wa taala e shpëton njeriu me takvallëk. Me takvallëk. Ka thënë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka rëndit fjali një herë tinza më sa një publik. Pse një herë tinza më publik? Nga se tinza është hakikati, ajo është ka në publik, pasaj ka mundësi mu manipulue. Do më dhanë, ka thënë alayhi salatu wassalam, aji që ka i tutët Allahut kura vetë, edhe kura me njerëzi. Pse ka thënë njerë kura vetë? Se që aty janë hakikati. Apo, kur ti edhe kamata, ti edhe mëkati, ti edhe muzika, ti edhe zinaja, ti edhe zotimat xhelalu edhe harami, veç aje disa të pa, që ati jenë hakikat që ka i tutët Allahu xhelala. Mos anena ti mund është mushtir kush do koftë, ti mund është me lujtë rolin e kuj do koftë, po si e aj. Andaj shiko, ka thënë alayhi salatu wassalam, tu ta prizotit në vetmi edhe në publik. Allah në bof edhe në vetmi edhe publik një tut Zotit ma të bareke wa ta'ala. Gjithashtu dhe ka në hadith nga Ebi Hurajra radhiyallahu an, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yeliju an-nara rajulun baka min khashyati Allahi hatta yauda al-labanu fi ad-dara. Ka thënë alayhi salatu wassalam, nuk hin në zjarr një njeri i cili pi frigës që e ka prej Zotit, prej Allahu xhelalu, qanë. Për frikës që e ka për Allahu subhanahu wa taala, qanë. Ky njeri nuk he në zjarë deri të kthehet qumshti në vrimën e gjirit ka dal. Delja, lopa, apo kush do kohë për i kafsheve, nxerrët qumshti për aty. Nuk he më aty, heq. Ska qumsht që del e pasaj që kthehet aty. Deri sa të kthehet aty, a ka mundësi me u këthi? S'ka mundësi me këthi. As ki njeri nuk i nxjarë. Cila cilësi e këtina? Ka thënë alayhi salatu wassalam, ai njeri cili pitutës për Allahu xhelalu fillon me qajt. E ka hadith tjetër, kur është vet, këta nuk e rok zjarri i xhenemi. Kjo vëzër është flyti i parë, dobia e parë, cila vëzër se i mundsohet robit për frikës për Zotin xhelalu me u lirun nga ndëshkimi i ahiretit edhe me fitu xhenetin Allahu subhanahu wa taala. Tjetra vëzër, dobia e dytë është se frika për Allahu xhelalu është siguri ditën e Kiametit për ata të cilët frikojnë Zotit madh te bareke wa taala. Pra ditën e Kiametit vëzër ka me pas trishtim të madh. Jo rasti Zoti madh te bareke wa taala e ka përshkruar në mënyra të ndryshme, me fjali të ndryshme, në sure të ndryshme, laramanin apo atë larmin e madhe në ditën e Kiametit. Njerëzit kanë mutut shumë vëllezër, kanë mu friksu shumë. Dhe vetëm këtë frikë të madhe që janë rahat, janë ata të cilët i kanë tutë Allahu xhelalu në këtë dunja. Ka ardhur hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka thënë alayhi salatu wassalam, ka thënë Allahu subhanahu wa taala, hadith qudsi, wa izzati la ajma'u li 'abdi amnayn wala khawfayn. Ka thënë alayhi salatu wassalam, ka thënë Zoti i madh te bareke wa taala, pasha kënarin time nuk ja bashkoj robit tim dy siguria edhe dy friga. In huwa aminani fi dunya akhaftuhu yawma ajma'u ibadi. Ka thënë alayhi salatu wassalam, ka thënë Zoti i madh te bareke wa taala, nëse robi ri rahat në dunja, kur ti mledh dhe ditën e Kiametit njerëzit kanë me tut. Wa in huwa khafani fi dunya amantuhu yawma ajma'u fihi ibadi. Ka thënë alayhi salatu wassalam, ka thënë Zoti i madh xhelalu, e nëse më tutët në dunja, pasha krenarin time nuk e la mu tut në akhirat. Allah në bëf i këti grupit dit që tutën në dunja, vëzër, a dunjaja kalon shpejt.
A dunjaja vëllezër kalon shpejt. Çish ka thënë poeti? Vdekja një sebebe të ndryshme, api gripit, api covidit, api kancerit, api luftës, api ditës, api ndeshjes, atu net, atu flet, atu lëviz, an aeroplan, an tren, an deti, dikun ki me dek. Njerëzit desin për ditë. Vdekja një sebebet janë ndryshme, pa që të kime ardhër të ajo. Sa shpejt kalon dunjaja. Andaj shiko, ku krahasohen këto ditë të frikës me ato ditë ku s'përfundojnë atje. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala, nëse tutën dunja, pasha kënarin time nuk e tutin ahiret. Andaj dhe shiko, sa njeriu gjimsën e imrit ka mundësi ka kalue, nëse e marrën i përmas mesatare, apo 60-70, maksimum 80, kërkush ato jetu gati 80, edhe çfarë ndodh vëllezër? E fiton ahiretin për gjithmonë. Allah na fiton ya rabbal alamin. Andaj mësimi i dy vëllezër që kanë nxjerrë dietarët, frikë i dytë nga kjo cila është se besimtari kur i ka frikën Allahu xhelala sigurohet në ahiret. Për 7 njerëzve të cilët do t'i vendosë Allahu subhanahu wa taala në hije, atë ditë kur nuk ka hije, jashtë hijes çka u jep Allahu subhanahu wa taala, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, është edhe një njeri, shikollëzër, wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin fa qala inni akhafu Allah. Për 7 njerëzve, e kemi përmendur këtë hadith, për 7 njerëzve të cilët ka me i siguru Zoti në hije, atë ditë ku s'ka hije, këtë janë në vap. Ka thënë alayhi salatu wassalam, është një njeri i cili i bje puna muzatet me një femër, e cila ka pozit madhe edhe bukurit madhe, edhe mbesin veç këta dy, edhe i thot ky njeriu kësajna, inni akhafu Allah, unë i tut në Allah, zdu me bocet punë, zdu punën e keqe me bo, kur kush nuk e ka pa. Ky është veç edhe Allahu subhanahu wa taala. Andaj shikojë lexoj surën Yusuf. Kush e ka pa Yusufin alayhis salatu wasallam me atë gruën? E ka pa Rabbul Alamin, Zoti i Madh te bareke ve teala. Andaj ka me ditë e Kiametit, e kështu me radhë. Andaj kjo është njëri prej 7-ve të cilët do t'i shpëton Allahu subhanahu wa taala. Edhe një njeri tjetër, ka thënë alayhis salatu wasallam, wa rajulun dhakara Allahu khaliyan fa fadat ayna. Edhe një njeri on shpirt vet i kujtohet Zoti i Madh, e ban të spi Zotin e Madh xhel xhelalu, e përmend edhe fillon me çajt. Kur kush nuk e sheh. Dhe kjo vëllazër dallon me kajt në YouTube, në Facebook, t'ja dhon sadakajn, shlej valla play, dhe të nxizoje, edhe t'ja nis tu kajt. Këto janë filma. Kjo janë film. U kriti tamam, i merr like-et e tua, sharrat e tua, këtë në rregull. Po kjo s'ka të bëjë me ahiret kur hiç. Apo shumë gjëra që i bëjmë vëllazër s'ka kur gjave. Si do të më kajt televizor valla? Kujt i dosh me kallzu valla? Ta i të lujtë dëni telenovel këto. Në vëllazër, sa njerëz në të ndikupi filmave jetojnë filmin. Nuk banë vëllazër, shikosh ka thata Alejsa, rajulun dhakara Allah khaliyan. Dhe një njeri, dhe para vëllazër në atë vakt as kameras, Facebook as kur gjos ka ekzistu biksaj. Megjithatë ka thënë Alejsa, një njeri cili o vet i tutët Allahut e përmend ata dhe i rrjedhin lotët. Ndërkohë që sot Audon, si cili e di punën e vetë edhe halin e vetë, mirë vëllezër besimtari duhet maksimum që ta kujton Zotin e vetë xhelal dhe ti friksohet atina. Gjithashtu vëllezër thot Allahu te bareke ve teala surën Al-An'am ayati 80, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Thot Allahu te bareke ve teala, ata të cilët nuk e kanë përzier imanin e tyre me zullum, atyre do t'u takon siguria dhe ata janë njerëz të udhëzuar. Edhe pse këtu në bazë është për qëllim shirku, sikur që e ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por me atë zullumin mutlak, pa shirk, mirë po këtu vlen edhe për gjunahet. Domthon çaç sa ban gjuna Zotit, çaç ta merr prej sigurisë. Andaj thot Ibn Qayyim el-Jauziye, s'ka mëkatar që rri i sigurt. Ma e me këta. S'ka gjunaçar që e ka gris perdën mes tij dhe Zotit, ai më ka i sigurt. Ne ta luje ai 24 orë e buhurerën, ama ai ta di se ato tut, edhe nuk ka i sigurt dhe poshtërsinë e ka në shpirt. Një njeri që i ban Zotit gjuna dhe zot, ai çka dojnë ta luje, edhe Khalid ibn Walidin e ta imitoje. Ai këtu mrena e ka. Hasan al-Basri kur i ka përcjell muslimanët për luftë, çfarë ju ka thënë? Ka thënë, mos ju mashtroje taki i kuajve të romakëve. Pse? Ka thonë se poshtërsien e kanë në zemër se gjuna i bajnë Zotit. A ju si bani Zotit gjuna? A dhe ka thonë mos i bani Zotit gjuna, Allah ja mundësën me fitu luftën. Andaj dhe shiko, kjo janë
rregulla. Ata të cilët nuk e kanë përzi imani me zullum, as me shirk, as me gjuna, atyre u takon me të qenë të sigurt. Kjo është vëzër dobia e dytë. Dobia e tretë e të qenurit njeriu që i tutët Allahu subhanahu wa taala është vëzër se kjo është sebeb me fitu faljen e Zotit subhanahu wa taala, me t'i falë Allahu gjunaat. O kjo është gjë e madhe vëzër. Se njeriu 24 orë vëzër me ditë sa gjunaat i ban, veç një ditë me thonë Zotit, te kanë falë gjunaat për një ditë, i shkon mirë. Sepse ato ditë, qatë ditë, me e përkëthi, me qëto gjunaat që i ka bo, me e përkëthi, me ndëshkime, a disat moja janë. Veç një ditë me thonë Zotit, filan ditën ta kanë falë gjunaat, i shkon për ditë për gëzim, edhe pse tjerat se di ku kanë me shkuhe. Për para me në Zotit me thonë ditë e kiametit, atë kitë imrin ta kanë falë, që ki bo gjunaat. Kjo dhe zërë nuk mundë njës me para me ndu që shqipje. Ditë në kiametit kanë me kuptu njerëzit, qka i bja Allah me thonë, shko se je i falt. Allah na mundsof ya rabbal alamin. Nga Ebi Hurajra radhiyallahu an, transmeton nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka thënë alaihi salatu wassalam, thot Allahu jalla jalalu, idha arada abdi an ya'mala sayyi'atan, kur robi don me ba një gjuna, fala taktubuha alayhi hatta ya'malaha. Ju thot Allahu melaqeve, kur robi jam do me ba një gjuna, mos ja shkruani atij deri ta baje. Osh robi don me bani gjuna, e ka nis strategjien, e ka nis planin, e ka bo, do me mridër të gjunaj. Allah ju thët me laqe, më që shkruni derisa ta baje. Pra, që kjo periulla vëzër, mes planit dhe bërjes, a mundet më shkuj gjuna, me lekot i ka thonë jod, tër ta baje. Ka vak, nështë ta ka mundësi, nuk e ban. Ka e ta smetime, 6 orë i thët prit 6 orë. I thët Allahu subhanahu wa ta'ala, e nëse e ban, shkrunja nja. Qa ka bo? Zë shkuj dy, shkuj e nja. E nëse e le gjunaj për hir timin, shkruja një të mirë. Shkruja një të mirë. Qka i bia vëzër kjo? Një njëri ka marë synim me bo një gjuna. Am tabaj, amës tabaj, a tabaj, amës tabaj, leje se zban me bo. Allah thot, a dashte me bo po? Për çka e lave? Për hir tanin, shuje se vap. Qështu dhe zë kur kush në dunjas të pagun? Kur kush në dunjas të pagun? A di shqipje ke dhe zë? Mere kështu. Ka një njëri në duqan. Edhe me ardhë një hajdut mi thonë, dashta me të vedh, po e lash. Mi thonë, bujrëm, parët. Veç pëse e pa e lanë, së mba e vedh. Shembuj të ndryshëm. Allahu gjallë, veç pëse të ka shku me një me bo gjuna, pasaj se ke bo, veç për hatër të Zotit. A dhe do, shkruja se vap. Shkruja se ki u mërë hëgjum me bo, po nuk e bani për hirtimin. Që ka dhe zër, një lëvizje andej, një lëvizje këndej të Allahu, shkruja se vap. Nuk ka të Zotit dhe zër qastë që ka i kalojmë na, kretë të më shvizu për të mirën tonë. Nga se na dhe zër, nëse i përkthejmë imrin, merë një 60 vjeç, hekja gjumin pi 24 orëve, apo e ki 24 orë në ditë, 8 orë hekja, 1/3 imrit shkoj të fletë. Heke edhe, jo ditë të tretën, jo, heke edhe një përqindje, edhe një 10%, kur që është për gjumi ka dalë salas ka morë veti, në një ditë rësat, shkoj që aty. Apo, jo ta pi një kafe, të në këthjele, mës të në këthjele, apo, një ari marinati këtë shpije se, ku e di, se di shë ke pa gjë në andër, edhe këtu një pjesë e imrit, bëllë e mirë shkon. E tjetra u dhezër, heki 15 vjetë fmini, apo dërë mbilik, heki edhe ato, qka me të pi imrit o dhezër? 1/3 ka shku në gjumë, 20%, do mon, 1/3 o dhezër, dikun 30% kanë shkue në qka? Kanë shkue në gjumë. Heke përqindjen qka të shkon ti në nevojtore, këtë të këtë është. Heke përqindjen qka ti i vogël 15 vjetë, kur të shtrith, qka jetë për imrit o dhezër? Pim 15 vjetë, deri në fund, heki gjumin, heki të hangmën, heki nevojtorët, heki krejt ato, Allah ju ndërof, qka jetë për imrit? Shumë pak jetë për imrit. Heki ditët qka ti munosh për e vlatë të tohe, për veti kur gjo nuk ban, heki edhe këtë pjesë. Merin e gjunaat, qka tjetë o dhezër? Kur gjo nuk jetë. Andaj kur të shtreth imrin, shumë pak jetë. A dhezër duhet këtë imr me shvizu shumë. E mos me të ik, as një dakik vëzër pa e shvizu në adhurim Zotit Gjellë Gjellalu. Nëse e ki mundësirë një dhikër thuje, subhanallah, alhamdulillah, thuje. Ibrahim a.s. kër është taku me Muhammed a.s. në Isra dhe Mi'raj, ka thonë bani selam umetit tanë në të bojnë të spinë, të thujnë subhanallah.
Ne thojmë subhanallahu se me çeta mellë xheneti. Allah na mundson me pas shtëpi atje, ya rabbul alamin. A do të thotë kjo është njëra prej haditheve që ka ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu vëzër, ka ardhur hadith që ka dhënë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ka thënë alaihi salatu wasalam. Vini rek këtë hadith vëzër. Hadith, ndoshta e keni dëgjuar krejt, besoj që e keni dëgjuar, edhe pse shpesh merret për disa mesele tjera akademike, po shpesh nxjerrën nga thelbi për të cilën e ka thënë pejgamberi alaihi salatu wasalam. Thot alaihi salatu wasalam, hadith që ka dhënë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi nga Abi Huraira radhiyallahu anhu. Thot alaihi salatu wasalam, një njeri para juve. Çka është kjo që shpesh e përdor pejgamberi, një njeri para juve. Ka thënë për një njeri për nga umetet e kaluara. Një njeri para juve kur vepra të mira s'ka bo asnjëherë. Edhe shtrihet për me vdek. I vjen dita për me vdek. I mbledhen e vladët, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam. Edhe i thot li ehlihi, familjes vet. Kur të vdes, jo testamentja ule, vasijet. Kur të vdes unë, merr në trupin tëm, xhenazën tëve, djegne me zjarr djegë. Ha. Pastaj baneni atë djegmën plum, këtë banet trosha plurose. Ha. Edhe udhruhu nisfahu fil barr wa nisfahu fil bahr. Thot alayhi salatu wasalam, ky njeri u thot djegmani trupin e vladëve. Apo a do të thonë më pse ka thonë pejgamberi ushtrim për me vdek? Ndrojnë këtë matematikat në atë moment. A ndrojnë këtë matematika? I ke thonë hujum me luftu islamin e muslimanët e xhamiat e shamijat. Hajtë se të vend dita pak para se me dalë shpirtin gargara e qef aty. A i harron krejt mo. A i sa njeri ka bo gjunaja, ka bo zullome, ka bo krim. Kur të vene a ditë thot, munohet me thonë a i fjallë të mirë. Për këtë asë ju vëzër, besimtari, thotim një Gjozi rahimahullah, me jetu muslimani, me pak përqindje, pja asaj që ka është pak para se me vdek, a i që ka është tri me vdek, me jetu ki me qatë përqindje, pak, zban gjuna. A mund njëri vëzër me ushtit të vdek, janë mbledh këtë njerëzit të vdek, dhe paka të vdek. A mund me thonaj, një gjunabim ka me të pabo. Harron me gjunaj me krejt. A mund me thonë, abe kam dashë në që një gruja, apo një muzikë që tja, apo një kamat, apo një droga. Ka që shdo vëzër? Ska. Po pra, besimtari qëfar ban njëtën e kësaj bote? Mashtrohet me shëndetin, me takate, harron se ka mushtrije. Shikosh ka thët alayhi salatu wasalam, kur pun të mira s'ka boki, u ka shtri tash. Apo, u ka shtri me vdek. Edhe tash, normal se manovra e fundit që ka i shkon dërmen qka, ti ke pja zapit, që mos të mdënoje. Edhe ju thot e vlad dhe dhe, gjegë trupin tën, gjegë në trupin tën, banë e pluhën, edhe gjimësën e trupit pluhën, shpërndanë në për tokë, shpërndaje, gjuje në për tokë. Kështu, udhruha, mera pinal gjuje që të shpërndatë sa ma shumë, mos me mujtë më mledhë. Thot edhe gjismën tjetër gjuje në ndeti, pro larga në tjetër, gjisma trupit në gjismën tjetër. Dhe wallahi, ka thënë pasha Allah, la in qadara Allahu alej, la ju adhebennehu, adhaben la ju adhibuhu, ahaden min el alemin. Ka thënë se pasha Zotin, me mledh Allahu subhanahu wa ta'ala, me pas Allahu kudret, me mledh mua, shiko dhe zërë, ki ka morë kitë sebebet mos me mujtë me njitë Allahu për diti. Pa i cilit ka mo pi ujit, si kon heq, a i të mledh apet, ti e kom pi ujit. Hinë internet, këshire, këshuja aty, në cëllë ndryshgju. Zakonisht ka në gjuna arabe, në gjuna angleze, ma shumë material. Këshire qëfar ujë e kon, edhe kush i e sot. Që kur del pasire kujton se Allahu alem kush i e. Apo, e më sanim dhe kush më ka morë mësisht. Ty Allah, para pasirës. Mos dhekër, mos namaz, më kanë morë pasire, hujum në përru këgji. Që kje i kon, farë, të mledh Allah, për ziti qështë ka mledh tash. Mirë po ki ka me thonë, shiko ka thonë, wallahi ka thonë që vetë, me mledh, me mujtë me thonë, edhe mas kësajna, me mledh Allahu gjellëvala, ka me mdonu si kur kërkan se ka dënua. Kur se dënon ma dikan qështu, se s'kam po punë mira ole. Thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, vdes ki njeriu, edhe djemë të vetë e zbatojnë urdhrin. Baba jo kalam, djegne, plunasne, gjujet gjisë më ndeti, gjisë më në tokë. Thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, Allahu e urdhron tokën, e mledh plunin. E urdhon Allahu gjelluala detin, edhe ja ble plunin, që ka pas gjujtëm. Fe gjema ma fi, edhe e ban bashk. Thumë me kal, edhe e rinjall, edhe i thot, subhanahu wa ta'ala, qka është të vëzër për Allahu gjelluala me të mledh tije,
Çka për Zotin e Madh te bareke ve teala. Veç mle, çka do të bëjmë? Veç çka do mbledh. Edhe ti mbledh, ngjallu. Ky është Zoti i Madh. Apo insani thot çish mundet me mbledh. Aha, a harron kush atë fol. Kjo pika e ujit që sakon hiç, ky ato thon. Andaj thot Allahu subhanahu wa taala në surën Yasin çka na jo lexojnë atë dekmive. Dekma, e lexojnë atë dekmive. Po shohta e Allahu. Shoh, lexojë ti gjallë. Allah thot çudi me insanin. Thot çish ka më mrin gjallë ai mua. Allah thot a harron kush e ka krijuar. Po ti shka jetu folbe, ti që jetu parashtru pyetje. A e dimër se ti e kanë fare ujit. Të ka ba Allahu gjelora në këtë situatë që ti me fol, me ulumtu, me studiu. Ti po thu, qysh mundet me mgjall. A thëtë Allahu gjelora ua nësi e khalqa. A i ngrati ka haru kështë ka kriju. Po ti se kanë më dhe heq se kanë. Thotë pejgamberi selam, e mbledh Allahu gjelora edhe i thot lima fa'alta hadha. I thot ti njeri, e pse e bane këtë manor? Shiko vëzër Allahu gjelor, i thot çka doshtë me bo? Pse e mbledhe plunin e gjegje e shpërndajte? I thot ki njeri Zotit vetë të bareke ve teala, thot pitutës tane o Zot. U tuta. Shiko vëzër, që ki laf, që ki gjendje, piqita ka pështuve. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e rinjallë Allahu gjelor ditë e kiametit, thot o robi jam, se ka loj njerë vëzër, çka s'kan ba njerëzit, çka s'kan ba, pe jësëm në kalzon një, çka ka kalzë Zoti. I thot Zoti i Madh te bareke te ala mas e rinjall thot o rob ç'a bane apo cili pi juve vëzëre pi neve cili pi te unë deri te fund nuk ik pi dekës cili cili nuk ik pi dekës cili pi juve s'ka nua si maskën Covid ose s'ka vënote maska për azganllok apo pitutës kur dridh toka atë lëviz edhe zemra po të lëviz o vëzër Allahu xhallat ne i dërgojmë shenjat për t'i tut njerëzit për t'i friksuar ata. Cili pi juve studu do vëzër. Andaj, shikosh ka i thot Allahu subhanahu wa ta'ala, pse e banë, o rob jam, pse e banë e këtë ta? Min khashjeti ke ja rab, ka thënë o Zot pitutës tane. I thot Allahu te bareke wa ta'ala, wa ente a'lemu, i thot o Zot, ti e di qka e kam bo, po unë e pitutës e kam bo. Fe ghafar Allahu le, Allah i thot, atë shko i falt. Ja falë Zotit te bareke wa ta'ala, krejt atjet të pa musht me asni vepër se ka bo të mirë. Pse ja falë vëzër? Për i frikës. Andaj frika për i Allahu subhanahu wa ta'ala vëzër është qëfar? është aj sebepi për faljen e gjunaheve. Dhe këtu vëzër plot për njerëzve gabojnë ranë, shumë gabojnë. Kur i gjikojnë plot për njerëzve apo për i umamove apo thot Imam Nevawiju, Ibn Hajar Asqalani, As-Suyuti, Ibn Jauzi, Ibn Aqili janë kanë kështu këtë fraksion. Ma këtë nisani harojnë vëzër, nisani harojnë. O vëzër, takvalloku që ka kanë zemrat e këtire ulemave i ka bo imam. Apo, edhe sa për njëzve ka bojnë kur munohen me bo një kriminel gjunaqar, ma të mirë se sa Imam Nevawiju dhe Ibn Hajar Asqalani, se ata pas kanë rënë një bidat të akaidit, a ki i gjit në mëkate, i gjit. Ku është e friga për e Zotit që të nalë tije? Kret gabimet që ka i kanë bo ulemat, pitutës i ka bojë. A dhe kur ka gabu dikun, pitutës e ka pasë. Ky njëri o vëzë shiko, a munue me e gjek trupin, me e gjujt deti gjismën, e me gjujt tjetërën gjismën tokë. Allahu ja ka thonë, qëfar? As një vepër se ka pasë. Ka thonë, heqko i falë. Por emno imamat të ndryshëm, ulema, djetar, pi frigës, pi Zotit ka mundë se ka komentu diqka qka, ju ka duk se ka bim, qështu e ka komentua? Pi tutës pi Zotit e ka po ata. E Allahu që kete falë, atë dënona. E pastaj dikush neve në parafiteron islamin, se Zoti gjelo e fali kriminel sot, edhe një gjunaqar të zhyt në kitë të llojet e mëkateve të mdoja, vetë se ky është i deklarun për grupit vet e Imam Nevawiju në dënona. A ja kupton e vëzër neve qëfar më njëlecirë në servohet? Ti dush me menu se Imam Nevawiju a i bidat gjia e tjere, e ki i zhyt mëkate të rana, ama ki, a di qëfar të uhidi ka? Po cili të uhidi Allah është në bijunave së më të nalë? Qëfar efekti ka një të uhidi së në të nalë bijunave? Së qëfar? A di shka të uhidi, dhe zërë? Ti Allah në ki një. Apo, një. Qka ka në gjuna në tokë, qaj të uhidi? Ka takat me të ashtip me thonë, largopi këti gjunave. Pse të uhidi jotë nuk dhejës të ti? Nuk dhejës. Pse ti ala krimët së njële? Krimët, se në të folë në për gjunave të vogle. O, kriminel, i dozave të nalta, i mëkateve të nalta, ton me ushtime Imam Nevawiyun, me Ibn Hajar Asqalani, me Ibn Jauzin.
këto vëzër nuk du të me shku të besimtari, sepse nuk korruptohet Zoti i Madh xhel xhelalu. Mos ti barifiterojmë ulemat e muslimanëve si njerëzit lig që të cilët pitutës ka mundësi kanë bën një gabim apo x dhe y gabimi. Ndërkohë që kemi njerëz vëzër, ai zhyt mora, ai dek tan gjunahe, ai dek din nxim me ftire me kakret, apo ama i gjen disa njerëz që thonë, po imam Nevoja bidaxhi ka, ki nuk ka bidaxhi. Kjo i zhyt mora në krema, a mund të paramendoj. Andaj shikoj vëzër, këtë njeri pse e ka fal Allahu subhanahu wa taala. I ka thënë, pse ike? Pitutës o Allah, a pitutës? A qëka? A kupton pitutës? Kur njeri vëzër e ban pitutës në diçka, që ka thonë pejgamberi alayhis salam për atë njeri cili e ka gjetë devën, masi e ka hup? A kon të dek, e ka gjetë devën, e ka ngrit dur ka Zoti i Madh xhel xhelalu. Ka thonë, o Allah, ti e robi jam, unë jam Zoti jot. Thotë pejgamberi, ka gabuar shkreti se e ka mujt gëzimi, kur të mund gëzimi, edhe kur të mund friga. Allah e di. Po disa njerëz, as gëzimi, as friga, as tauhidi, as imani, as islami, as xhamia, as kur gjopi këtyre gjërave s'janë të gatshme me janë ndalë gjunahin. Dhe prap i ngrati, i shkreti, e ka mashtru dikush se ti ja i ma i mirë se Imam Nevoiu, edhe se Ebu Hasan al-Ash'ariu, edhe se të tjerë problemave të mëdhejt muslimanëve. Dhe kjo loj, kjo labirint të sëti kanë fut njerëzit, o labirint i rrezikshëm, sepse kjo labirint në dunjan nuk ka ndoshta derë ku del, ama pa tjetër e ka me do në xhenem. Allah në rupi xhenemi tja Rabbal Alamin. E katërta vëzër cila është se ai çka i tutët Allahu xhellahu ala, Allahu i jep autoritet në tokë. Ai çka i tutët Allahu i jep autoritet në tokë. Andaj, sikur që gjunaqarit ja merr autoritetin, ati çka i tutët Allahut i jep autoritet. Mu për këtë arsye vëzër, ka ardhur nga Yahya ibn Muadhi rahimahullahu taala, njëri dietar të mëdhej të muslimanëve të parë, të cilin transmetime ka nxjerr Imam al-Baihaqi, thot: "Çast se do Allahun, çast kanë me dash njerëzit." Çiko, çast se do Allahun, çast kanë me dash njerëzit. Dhe aq sa i tutësh Allahut, aq do të jesh autoritet të njerëzit. Nuk mund është ti me kanë autoritet i respektur me njësën e njerëzve, me privilegj, me grada, ndërkohë që ti si tutësh Allahu subhanahu wa taala. Nuk i tutësh Allahu xhelel xhelal. Andaj, çfarë sa njeri e do Zotin, edhe Zoti xhelel xhelal shlon dashnitë e njerëzit. Apo, por këtë arsye vëllazër, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka dashur njerëzimi. Edhe e ka dashur edhe mbas i ka vdek. Edhe e dojnë deri ditë kiametit kanë me dashur. Se sa e ka dashur Allahu subhanahu wa taala, Allah e ka dashur ata. Apo, dhe tjetra, pse ai ka autoritet? Pse ka autoritet? Autoritet që s'ka dunja të autoriteti. A ka dikush autoritet si Muhamedi alayhis salam? A ka dikush që veç kur thuhet fjala profet, ku të shkon menja? Ku të shkon? Jo të ti si musliman, te jo musliman, veç thuj profet, thot Muhamedi alayhis salam. Kjo s'ka kurkush dunja kësaj autoriteti, vëllazër. Asnjë njeri s'ka. Ka e ka fitu? I ka pas tutën Allahu xhelalu ala. A fal deri sa ju kanë aj kamt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, megjithëse Allah e ka thonë të falte i gjuna. Çu ky njeri është? Ky njeri i cili me zemrën e tina, me moralin e tina, me buzëqeshjet e tina, me dashninë e tina i ka bën një skavete vëllazër. Thot Allahu te bareke ve Kur'an sura Ali Imran, "Fa bima rahmatin min Allahi lint lahum." Ti veç me butësi ki bën njerëzit kavete. Ti veç me mirësi ki bën njerëzit kavete. A kish mund për mësam me nxjerr shpatën këtu. Trak, un jam pejgamber, hajde kush ka? A mundi me paranuç çështën e pejgamber? Apo pejgamberin ton alayhis salam. Çish mundon plot për njerëz me përshkruajt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? Apo sa e ka lidh shallin, apo edhe si lloj vagabondi asnjë këtu me mbesu mua. Kush beson më ti ashtu? Kush beson më? Baba jot më është ashtu. Baba jot atë, as del bishbie. Kur kush nuk do ashtu? Me rahmetin më të madh vëllazër. I ka pyet Aisha radhiyallahu anha, ka thonë ja Rasulullah, a ki pa dishka më të rëndë se Uhudi? A kemi sura Al Imran, thonë. A ki pa dishka më të rëndë se Uhudi? Ka thonë po ja Aisha. Se diti. Ka pa ala më të rëndë se Uhudi. Ka thonë çka ka ndodhur më rëndë se Uhud? Se ti kanë thithë dhom në luftë. Ka thonë po ja Aisha. Se nuk është dhimbja fizike si ajo shpirtërore. Nuk është dhimbja fizike si ajo shpirtërore. Thotë më përzonën me kelit. I shkova te ai veni ku rrishin ato. E ju thash, besojëm se jam pejgamber, më thanë hec. Besojëm se jam pejgamber, më thoshin hec, një mas një. Thotë edhe shkova në Taif,
me shpresë që mos po beson dikush aty, pin Mekë 90 kilometra. Edhe kur shkova atje, ka shku te i pari aty në. Ka thonë, Allahu më ka dërgu pejgamber. A më beson? A di që i ka thonë? Ka thonë, as pa gjejtë Allah njeri më të mirë se ti me e që pejgambera. O që, mund shme paramenu qëfar ndjenje ka pasaj atë moment. Ka thonë, ojaj, që të ditë jam konë, shumë rani jam konë. Thot, pastaj, që ki njeri i ka thonë budalve, merë një guri dhe gjuni se që kja budalve. Apo, që kur që najna në kone budalve. Apo, me shane që ta. Ja jep dikush dhe tirë, thot, ti ki me shane që ta. Se shki ti tërpun ti. Ti dhe tira jo të anshe që ta. Apo, edhe merë shërbim edhe e krim punën aj. Kështu i kanë thonë për Muhammed e samë, ti e ki dhe tirë me shane që ta. Dhe i ka nis me gjujt. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, më kanë gjujt dhe më kanë gjakos deri sa jam alivanos edhe nuk e kam ditë ku jam të ecë. Vula e pejgamberëve. Edhe ke ka ditë që Allah janë një. Edhe ke ka ditë që Allah janë me ta. Allah e ka që Gjibrailin bashkë me melekun e kodrave. Apo, nuk i tha Allah, që ishme ti pejgamber, që ishme po tutu, që ishme po të velik. Jo, vëzër, kjo në ndjenja shpirtërore. Njerja është edhe aj. Njerja. I ka arë meleku i ka thënë, a ti baj bashkë. A ti shtin këtë nërë me dikodrave, ti baj rafsh. Jo. E ka përkëthi këta me shka. Nashta Allah nesër, mas nesër, i nxjerë dhe musliman për këtë. Edhe ta i fja musliman që 1500 vjetë. Mu për këtë asjo, vëzër, besimtari autoritetin nuk e merë nga mrolat. E ke ba dhët, jo be njerëzit duni të daloni, vëzër, atë iken që e ka njerëzit pizullumqarit edhe autoritetit. Ibn Qayyim el-Juzeyri ka thënë, kur ti e respekton dikan, rri urt karshia ti edhe domenejt me ta, ma e me ta. Ibn Qayyim el-Juzeyri ka një libër shpirti edhe folë për të detale. Kur njeri e do dikan, kur njeri e respekton dikan, i druhet edhe domenejt me ta. Ka thonë kjo njeri mirë. Kur njeri o zullumqar, diktator, i keq, njerëzit i tutën ati, po ku dallon për të parit, zdojnë menejt me ta. A e morë vesh? Edhe njëherë. Se njerëz shpesh i përzinë dhe zërë. Thot ki mërëllet e grata i ka. Po janë të hikë për ti njerëzit. Nuk ka të tush kërkush. Nuk ka të tutë, zdo me të pa dhe. Edhe faraoni a ka një ashpor, po s'ka ndosh me pa njerëzit. Hikë largo për tina. Edhe pejgamberi s'nam ka posë autoritet, po ka ndosh me nejt njerëz me ta. Për autoritet me dashni, autoritet që du me nejt me ta. Dhe ka autoritet të diktatit, ku ti e imponon pranijën tane, a me njërës tojnë, hajtë i shala lirona sa ma shpejt i qëtina. A dalon që kipi që ta? Dalon. Ka njerës dojnë me të pa, ka njerës nuk dojnë me të pa. Më për këtë asyjo dhe zër, ka thonë Jahja ibn Muadhi, qatë sa i tu të shalaj, qatë zotë ju jep njerëzve në zemrat e tëre, autoritet për ti. Allah në bo fitën e ja Rabbel Alamin. Tjetra dhe zër, që kam përmen djetarët në këtë kontekst, cila dhe zër, pesta është se ai që ka i tutët Allahu subhanahu wa ta'ala, si frit e ka qfar, i bën mirë njerëzve dhe nuk ju bën zullum atyne. Ai që ka i tutët Allahu gjellë gjellalu, raportin social, raportin shoshëror, lidhjet, mardhënjet me njerëzve ndryshe i ndërton. Qysh i ndërton dhe zër? Dhe gjone këtë fjali, pak sa të gjatë mirë po, tash mo e dini, për çta na është të sa ma shumë që mës të dalë masjatësie, që mës të upë në kontrolën. Po inshallah dhe da mojnë në kontrolën. Dëgjoni këtë tekst të gjatë të Sheikhul Islam Taymiyes rahimahullah, i cili e përshkruan raportin e një njeriu i cili ka lidhje shoqërore me njerëz, ama i tutët Allahu subhanahu wa taala. Përcjell këtë tekst të Sheikhul Islam Taymiyes rahimahullahu taala. Thot Sheikhul Islam Taymiyes rahimahullah në përmbledhjen e tij të fetvave, thot: "Wa man talaba min ibadi al-iwad, thana'an aw du'aan aw ghayra dhalik." Thot, kush lipi njerëzve shpërblim, qofta jo lëvdat, qofta jo dua, qofta jo shëtë qofta. Sheikhul Islam Taymiyes rahimahullah e ka mendimin, trajtim, fiqhor, juridik, se nëse një njeri i ban mirë dikujna, edhe i thot, ban dua për mua, e ka mangësu shpërblimin. Që është e trajton këtë punë. Dhe nëse ti një ja qon dikujna 100 euro, thot, ma Allah, të një fukarajës. Edhe i thot, abudan, qka po lip pi mua? Kur gjo është një dua banë pi mua? E ke ranu. Heq, kur gjozë dush me thonë? Heq, asë një lafës dush me a thonë, që kjo për Allah. A thot, nëse i dhu bandoa për mu, ti ke lip shpërblim. Thot që e i khullu Islamu të imi. Thot, kush do që lip për njerëzve shpërblim, aj nuk është ba mirës ndaj atyre. E s'ka bo mirë, e ka ranu njeri. Thot që e i khullu Islamu të imi. Aj nuk ka punuar për Allah, e ka punu për vetën e vetë.
Ban dua për mu, çka i bje? A para në zërë, ban dua për mu, Sheikhul Islam ibn Taymija rahimahullah thot, kjo është me ranu njerin. A ban e publike në Facebook, çka i bë? Dua, mi thonë, tinz, aty në shtëpi kur ti ishte tani ban me dua. Mos u marron dua vëlla. Apo, megjithse e kanë bën shumë bi muslimanë me harrat këtë punë. Me ibn Taymija thot, kjo me ranu apo do. Po para më në thonë, nxjerrëm Facebook. Apo, trajton ti mu pak me privilegj. Kjo vëzër mos, s'ka të boje me vepër, po ka të boje me nifaq. Wa men khafa Allah fihim wa lam yakhafhum fillahi kana muhsinan ila al-khalqi wa ila nafsihi. Thot Sheikhul Islam ibn Taymija rahimahullahu taala. Thot, ai I cili tutet Allahut në raport me njerëzit dhe nuk ju tutet njerëzve në raport me Allahun. Ky njeri u bën mirë njerëzve dhe I bën mirë vetes. Vini edhe kësaj fjali vëzër. Ai që I tutet Allahut në raport me njerëzit dhe nuk ju tutet njerëzve në raport me Allahun. Kundërta, që ki njeri thot është bamirës ndaj njerëzve dhe bamirës ndaj vetvetes. Thot, sepse friga prej Allahut e nxit robin që tua jep njerëzve hakin e tëne dhe mos t'ju bën atyne zullum. Një njeri që I tutet Allahu xhelel xhelalu, si ju bën njerëzve zullum, se thot. Unë tutën Allahu xhelel xhelalu, edhe nëse ka kudret, edhe nëse ka pushtet. Thot, e ai që ju tutet njerëzve e nuk I tutet Allahu xhelel xhelalu, ky I bën edhe vetë zullum, edhe njerëzve zullum. Si ndodhë dhe zë kështu? Dhe ta shpjegon Sheikhul Islam ibn Taymija rahimahullahu taala. Bini dhe këtu tani hin Sheikhul Islam. Andaj Sheikhul Islam ibn Taymija rahimahullahu taala llogaritet njëri edhe prej sociologëve, njëri I cili e din si ndërtohen lidhjet mes njerëzve. Anaj nësot vezër, njerëzit mas shumë që kena komunikim. Ti sot ka mundësi me pas komunikim me njerëzit për të oqeanit. Njerëzit me rrjete sociale, Facebook, Twitter, TikTok e këto më radh, kanë komunikime. Mos flasim për komunikimet që jena na që jetojmë nëpër qytete. Kjo duhet besimtari me konë në nivel më të lartë të komunikimit me njerëz dhe me ditë me milimetra që është me I trajtua ata. Dëgjoj çka thot. Ai njeri I cili tutet njerëzve, edhe nuk I tutet Allahu xhelel xhelalu, ky njerëzve kam ju bë zullum, edhe vetes kam u bë zullum. Thot, sepse ky kur ju ka tut dikujt tjetër përveç Allahut, edhe do t'i shpreson atina. Sepse kur njeriu I tutet dikujt tjetër përveç Allahut te bareke ve teala, do të ketë nevojë ta largon sherrin e tina me çdo mënyrë. Për shembull, kur njeri tutet njeri, çka thot e para? Inshallah thot s'mban dam. E ke fillu ti me tut. Tash këti dami që ti mundesh me paramenu se ta ban, qysh e largon? Do gjënë që ka thot që I khullusim të vje. Thot, ose munohet mi ju largu sherrit njerëzve duke ju lakmu atënve. Fillon edhe bëhet servil. Kështu më ra. O muraatihim, apo fillon pak, ose ju bëhet servil, ose fillon e zbut trajtimin ndaj njerit që s'meriton që trajtim. Thot që I khullusim të vje. Thot, ose I prit ata njerëzi bi shay'in a'zamu min sharrihim aw mithlihi. Kur njeri tutet njerit, shikoj se gabimi ku bëhet. Kur njeri tutet njerit thot, ai ka mundu me largu sherrin e tyre, ose me servil, ose me sjellje lajkatare, ose me sjellje tepër të buq çaj se meriton, ose e ban planin çish mi bën sherr, pi tutës se mos të mbajnë sherr. A kupton vëzë njerëzit që kanë të bën sot? A kupton? Pitutës thot mos, thot kjo atu menu me mbo zullum mua, ma mirë mi bajone. A kupton se kur është largu frika për Allahu xhelalu ala, ti mo ki fillu me tut njerëzve. Kur ti kish fillu me tut njerëzve, tash ki me fillu me mbo zullum ndaj atyre. Pse? Se kisha thot, a di shka, kin mendën e vet e ka shti me mbo zullum, ma mirë mi bajone vëlla. Andaj I thojnë, para prin zullum vëlla, se dhe kjo atu tash me të mbo zullum. Andaj ti shenjë si janë të hangër si ujqi, a di pse? Se thot, ki ujki, atu këshirë me më hangër muhe. Ta ha une, edhe tash normal, ligji gjunglë si leo. Ligji gjunglë si leo. Kusha ma I fort? Nëse je tigër e ha atë kaprollin, edhe qëto. Ama, aje qka I frigohet Allahu xhelalu, aje është një angazhum me tutën për Zotit, nuk I intereson. Edhe nëse, I pëndemi e thot, pasaj, ma vëndë të shpjegon. E nëse thot dikush, po be o gjo, ma ka be njerëzit këqi që si, që këshiri me të bozullum, do dhim të ajo. Ti ale Allahu xhelel xhelalu. Ti thu, s'ka dam pa dhon izin Allah. S'ki nevojë më mor me ta. Thot që I khullusim të mirë Allah. Thot, e nëse shpreson tek njerëzit,
wa idha rajahum lam yakum fihim bihaqqillah. E nëse shpreson për tëne, tash, një pjesë e frikës, nëse thot, inshallah me ki kam, shpresojnë të kinjeri X, Y, levërdi, thot, nuk u ajep hakin qysh duhet. Qysh, ka mundësi për qemë dhe janë zullumqar. Tash ti dush me thonë, valla be Allah, ti shumë pingane buhorejrës, shumë gjallimiri, se ti shpeson të ki, shpeson të pare të atina, shpeson të postjet të atina. Valla kum lezu shumë për o ka një djetar shumë i madhë, Sufjan ibn Ujejne, si a i të mu duk ti mua. Pse o vëzër ndodhin qëto sene? Se ki shpeson ka hangër buk pi të rëzullumqarit. Edhe pas taj duhet me e la diqish, që shpeson të haj. Andaj, a i të të po, a jam ma i miri une? A jam ma i miri? Po e i ma i miri, mos interesoja. Andaj shiko vëzër, edhe kur shpeson për njerëzve, fillon edhe i lajkaton ato. Tho që i khulisamu të mje. E nëse nuk i tutët Allahu subhanahu wa ta'ala, fa ua mukhtaru lil udwani alejhim. Atëherë, a i ka me zedh rrugën e padrejtësis dhe shkeljes ndaj njerëzve. Ka me zedh këtë rrugë. Vini re dhe zë shkaj fjalije. Sheikhul Islam Taymi rahimahullahu ta'ala në librin Majmu' al-Fatawa. Vëllimi parë, faqen e gjeni vetë. Fa inna tab'a an-nafsi adh-dhulm limen la yadhlibuha. Shikoj se çfarë çka ka njoft njerin kë. Thotë Sheikhul Islam Taqiyuddin Ibn Taymi rahimahullah. Thotë karakteri, natyra e insanit është me i bë zullum njerëzve që si kanë bë kur gjo këtina. Thotë, a mund ta paramendoni çka do mi bë njeri atij çka i ka bë zullum? Vini e vëzër? Është një njeri që si tutët Allahut, apo filani. Edhe e ka një filan tjetër këtu, ki kur gjon si ka bë. Sheikhul Islam më thotë, ki pi tabiatit ka me e ka tabi, nefsi ka çashtu. Thotë, ama shkele ma me kërë. A di njëzë dhe zë pëse nuk shkelin me kërë. Jo që a i zdo me shkel. Po kush hem e burk thot. Unë du me shkel, po me mujt. Me pas dinamitin e shtyp. Me pas bombën bërthamo. Vallaj e shtyp. Billaj e shtyp. Njës të kanë shtyp. Hiroshima Nagasaki e ka shtyp. Dhe mund të shtypin të ardhën. Po për shka nuk e shtyp o vëzër? Thot mos desune, son për ata, e shtypi kur du. A nuk i shif një vrasit? Aj që ka e vret fëmijën tu pi gjinjë të nana e vetë. Qka të ban tije? Fëmijën e gjunë, të nana vetë tu pi gjinjë. Aj që ka e qelë vorën, thot njerit gjallë, hinë mlena. A do me të vrat, thot me push, apo hinë mlena në vror? Njeri normal që thot, a po hinë vorë vetë. Që ki njeri o vëzër, ti, pa i ban kur gjanë, që ka të ban? Me i ban ti t'i shka atina, që të banaj? Me i ban ti t'i shka atina, që ka të banaj o vëzër? Thot që e i khullisam të mje. Tabiati i nefësit është mi ban zullum njerëzve që s'u kanë ban kur gjojq. Musës a.s. Musa a.s. kur ka arti faraonit, që i ka bo Musa faraonit? Që i ka bo Musa faraonit? Që ka thonë, lemli be ta vras? Që i ka bo Musa? Kur gjonë që ka bo? Veç miri ka bo. Ama ka thonë, lemli ta vras? Tho që i khullisamet e mje, njeri ju për nga karakteri i ti dhe natyra e ti është dhe dëshiron që ti bën zullum të tjerëve që si ka bo asgjë. A pra ai i viktima si ka bo kur gjok ti? Thot, a mund ta paramendoni njerijun i cili nuk i tutët Allahut, çka ju ban njerëzve të cilët i kanë bo zullum? Por shemo ti të ka bo dikush keq, të ka shkel, edhe ti si tutët që Allahut, që ta mërmenjët, çka të shkon dërmen mi bo atina? Çka të shkon dërmen? A i të ka shkel, të ka bo zullum. A mund ta paramendoni çfarë nefsit lartë ka pas pejgamberi alayhis salatu wassalam, që atyre të cilët ja kanë vra agjën ka thonë, a qëka, i falti, për shpirti ka ke, pitu të spizot të gjelal. Maksimum që i ka thonë, Wahshijut, kërja ka vra agjën ka armu si musliman, si ka arë si musliman, ka thonë ani veç, para aftire më sëmdel, që këtë drejt e ka, ma ki vra agjën, e ka pranu islam. Andaj ti shef njëzë vëzër, se që si kanë dronë Allahu subhanahu wa ta'ala, a i pan zullum, dhe kur të baje zullum, s'ka karar më ati. Nuk ka karar dhe shifni bota ku atë shku drejt shka përderdhes totale, se s'ka më. Këtë ata qka e drejtojnë të botën. O vëzër, a e dini ku a problemi? Se në ata që nuk e në të këtut për analiza. Si ju shkon njëzve, e dini Facebook muni me ngu analiza. Si do mos të na. Ju shkon qajtore këshire. Si mështë i kishë një 300 analista që ati, që? Shko këshire që të analista i kje. Po tash nuk e në ata analista. A e dini vëzër ku pse bota ngërç? Edhe i frigot, jo mos po kris lufta që atu, a e dim se këta që kam ledhen për me diskutu për sigurin e botës, a i tutën Allahit? Jo, mirë, njën i thot,
Po xhama, çe e vënojnë farreni ato. Renin e vënojnë për vetin e vet, jo pse i tutet Allahit. Këto shtetet që kanë bërthamore, a mendoni ju që nuk e shtipim pse hidhimët ai tjetri ja? Jo, thot po unë mes vetin. Ja, sa i çes probleme vetes, ja. E kemi marrë vëzën një shembull për me të kallëzuar. Ti kur shkon, ti je me karr dhe tjetri jo me karr. Njëri pikë ne, njëri pjanë. A keni pa kur on ngushta ti ka dalë prit të kalua. Kallzom ti mua kur e ruan ti. Ai të rujt mes me agrit kerën aty atonin. A keni pa kur venaj me traktor, ai ec këshir, sa i silli me traktori. Apo ti e ki e kerën 200 euro, ai ka 200.000. Ai thot ka dalë valla, ka dalë prit ku i ki mend. Ti do pa, pse s'ka lidhje pse e grita pak. Po ti di joti 200. Ai ka 200.000. Andaj ai me kujdesa. Andaj kanë nu gjithë ato alarma ti ban zhurm edhe ban zon që me rujt. O vëzër, njerëzit nuk çkelin pse e rujnë vetën, jo tije. Me mujt çkel. Ja, çan fjalë tonë, janë fjalë ulemave që kanë dhënë imër për këtë punë. Thotë Sheikhul Islam Taymiyah rahimahullah, thotë ti gjen këtë lloj të njerëzve kathira al-khawfi min al-khalq. Thotë këto njerëz vazhdimisht janë në fobi pi njerëzve. Ruju pi ati, ruju pi këti. A keni pa? Këti duken shpiuna. Edhe babam, edhe nana. E ka ek frikën për Allahu që levala. Po normal mos i çollë i ditë më zane. Valla, kia tu menu me mbozullum mua. Para primi valla. Edhe kia tu menu i duket çkit shkupi, kit këçi i duken. Çka ka thënë pejgamberi alayhis salam? Kur një njeri thot ket janë të prisht, ajo më i prishti. Thot Ebu Hamid al-Ghazali rahimahullah komentin e këtij hadithi. Thot se njeri mendon me trunin e vet. Apo ai zinaçari kujton se ket janë bo hazër sot me bozuna. Jo, ti ndarsmit jo. Hajduti ç'a menon? Hajduti kur del, thot ket kanë dalë të më përcjell mua se e dinun e ku jam nis për sot. Jo more se din ato ku ai me ditaj të nal. Po ai nuk e din. Ai hajduti kujton se ket janë hasmit e tina. Kështu vëzër funksionojnë gjunaçar. Shikoj çka thot Sheikhul Islam Taymiyah. Fa hadha ad-darb min al-khalq kathira al-khawf min al-khalq. Këta njerëz kanë shumë frikë për njerëzve. Se frika për Allahut ekziston. Thot kathira dhulmi idha qadir. Kur kanë takat bojnë shumë zullum. Kur kanë takat bojnë shumë zullum. Me hinën dhe lilen idha kuhir. Shkofë 728 hijri ka ndru jetë. Sot jena 1447. Para 800 vjetë me gati ka ndru jetë. Si ti kur me të përshkrujt kim me rengen. Thot që e khullu sa më dhe mje. Njerëzit që si tutët Allahut, tutën shumë për njerëzve, bojnë shumë zullum kur kanë takat, a kur i shkel ma i forti, bëhen miskina. Jo, unë jo, ma i miri më botë. Kur kanë kur gjo kur kujt si kanë baune. Po betja ma ti me pas takata di çka ban. Këtu dhe se shikohet. E Bilali radhiyallahu an sa kanë zullumqar. Andaj kur ja kanë nuë ket at gurin e madh, ka thon ahadun ahad. Allahu akbar. Si ka pas frikë për Allahu subhanahu wa taala. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, fa huwa yakhafu an-nas bihasabi ma indahu min dhalik wa hadha mimma yuqi'u al-fitana bayna an-nas. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah taala. Thot kjo lloj i njerëzve, thot i friksohen shumë njerëzve, thot dhe kjo varet relative. Dikush i ka me dozë, dikush e ka pak më dal. Thot dhe kjo u bën shumë njerëzve problem dhe u fut në fitnë, sepse nuk i kanë frikën Allahut te bareke ve teala. Thot e njëjta ndodh kur njeriu shpreson tek tjetri se do të shpiton një levërdi tek ai, thot patjetërisht që të urrejnë ata. Shikoj vëzër, veç me lakmu të dikush të krijohet edhe një urrëtie aty pakete kije. Çuçi ki paket ngjitet ajo. Se ti thua, a mund të shpresova për filanit se me madhan që ta pas madha, ai shumë njëri keq ishte. Mos me pas shpresu se kishë menuar që njëri keq. Apo, andaj ti e gjen plot për njerëz se si urrejnë plot për njerëz nuk e di pse. Cila është sebebi? Ose ju ka tut, ose ka shpresu. Kur ka shpresu e ka mori nati. Pse të punë kam prit piktina. E kur s'm dol çashtu çish dole, çish dashta unë, atëra marr inati. Thotë Sheikhul Islam Taymiyah, fa yadhlimuhum idha lam yakun khaifan min Allah subhanahu wa taala. Andaj do t'ju bën atyre shumë zullum se nuk i ka frikën Allahu te bareke ve teala. Thotë dhe kjo ekziston në mesin e njerëzve më të madhe, i frigohet njeriu, e urrej njeriu, shpreson njeriu, vinë në shkallë. Wa kullun min haula'i yatadhallamu min al-akhar.
Thot edhe si të cëllin për këtëre, ku ti ngojsh një ka një, thot shumë po bojnë zullum njerëzit. A thot shumë zullum i madhu ka bëvë Allah. Apo ama dhe ti me arë që atin vetatina, dhe ti si aj. Thot që i khullisamë të imje, wa jatë lubu dhulme. Kjo është shumë i që dhe që. A kuptën? Kërejta në kohën për zullumit, tu lip me bon zullum. A kuptën? Pse i tu ankohet dhe për zullumit? Se së smujta one. Apo, ankohet për hajdutni, që pse kisën ka vedhë, jo që ati ja interesuaj. A thot, unë së një morë, a që i ka morë, mu shë ndu më dhim parët, po pse si ka mone. E dëgjon njerin ankohet për zullumit, thot, ti baj zullum une. Thot që i khul islamu të imi, rahimahullah, fe hum dhalimune ba'duhum li ba'. Thot të janë zullumqarën të njëri tjetrit. Ankohen për zullumit se s'ka mujt me ba, zullum, dhalimune fi haqqillah, janë zullumqarën të Allahu subhanahu wa ta'ala. Atë moment kër i ka pas frigën prej diku tjetër përveç Allahu te bareke ve teala, andaj thot, kjo është edhe prej ndëshkimeve të njerëzve që u bëhen këtë dunja. Apo që vëllazër, prej ndëshkimeve këtë dunja, cila vëllazër, është se Allahu subhanahu wa taala i bën që të ndëshkohen me frigra të ndryshme çat moment që ka syketut Allahu subhanahu wa taala. Kjo vëllazër është ajo që ka përmendur Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala në këtë kontekst. Tjetra vëllazër e gjashta është se njeriu kur i ka frikën Allahu subhanahu wa taala, kjo e dërgon që ta zbaton urdhrin e Zotit te bareke ve teala dhe të largohet ndalesës. Kur njeriu i tutet Allahu xhelalu ala, e zbaton farzin edhe i largohet ndalesës. Thot Ibn Qudama rahimahullahu taala, thot frika prej Allahut është kamxhku, litari Allahu subhanahu wa taala në tokë, me të cilin i drejton robrit e vet drejt punës dhe dijes, drejt arritjes së farzeve dhe shmangjen prej harameve. Mos me të paskërcnu me xhenem. Ai tutesh? A ban mirë? Apo andaj ti e shah për shembull se çfarë tabiati ka insani vëllazë. Mos me kon frikë, njerëz bojnë zullum. Mos me kon frikë. I shkon një numër tejet i vogël, shumë i vogël, që ata s'do bënin zullum veç natyrshëm edhe pse s'ka kur far kërcënimi. Shumë njerëz pak. Shumica njerëz vëllazë që ka thonë Uthman ibn Affan radhiyallahu an, Allahu i drejton njerëzit në dy forma. Ose me Kur'an, këto janë pak shumë, ose me sultan. Me sultan. Ose kjo, ose aja. Gjithashtu vëllazër, ka ardhur nga disa prej dietarëve të parë të muslimanëve, sikur që ka ardhur nga Amr ibn Uthman, thot el ilmu qa'id wal khawfu sa'iq wan nafsu harun bayna dhalika jamuhun khadda'a rawaghatun fahdharha. Ka thënë Uthman, Amr ibn Uthman rahimahullahu taala, ka thënë dia është udhëheci, friga është shtytsi. Dia është udhëheci, friga të shtyn, gazdja. Thot, nefsi është harun, zvjen. E vë kur e ngrej kafshën, zvjen ajo. Qështu e nefsi, që thu, leve haramin, zvjen. Pas e ka thënë, gjemuh, kam ngull mës me ardhë. I ngull kam, sigur kur i ngull kam kafsha, edhe qështu është dhe nefsi. Thot, rawaghatun, të ban kurthe, lekaton. Apo, thot, dalë që kënena, apo prapë qëllimin e kote të qefi vetë shkoje. Thot, ki kujdes shumë për nefsit tanë, udhëheqe me dije dhe shtyje me frikë. Udhëheqe rrugën ja kalzon me dije, që kënena kena rrugën, a shtyje gaz, naft, lanë djekse, jepi frikën për Zotit të bareke wa ta'ala. Gjithashtu edhe zër ka arë nga Ubejd ibn Abi Ja'far rahimahullahu ta'ala, se ka thanë, në të kaluarën thonin muslimanët e parë, mës mirti robin ndihmohet për ta mbajt fejnë e vetë me frikë për Zotit. Kur i tutë është Allahu subhanahu wa ta'ala, këtë mban fejnë në balancë. Gjithashtu ka nga Ibn Abbasi radhiyallahu anhu, se ka thënë, el khaifu men rakiba ta'at Allah wa taraka ma'siyata. Ai i cili tutet Allahu subhanahu wa ta'ala është ai i cili bën vepra të mira, i bindet Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe e lën gjunahin. Gjithashtu kanë ardhur shumë prej fjalëve të para të muslimanëve, edhe poezi të ndryshme, sikur që ka ardhur nga Abdullah ibn Mubareki, kur e ka përmend se si duket një njeri i cili frikohet Allahu subhanahu wa taala, i cili është friti kësaj, ka thënë idha mal laylu adlama kabaduhu fayusfiru anhum wa hum ruku'u. Ka thënë kur vjen nata për njerëzit që i tutën Allahu xhel xelalu, ata vazhdimisht e kalojnë natën në ibadet, edhe i gjejnë drita duke qenë ruku. Atara al khawfu nawmahum faqamu. Çka ja u ka largu gjumin tuta pi Zotit.
Tuta prej Allahu subhanahu wa ta'ala. Faqamu wa ahlul amni fi dunya hujuu. Ata falën e njerëzit e dunjajës flenë rahat. Ngërhatin e vazhdojnë gjumin. Thot lahum tahta adh-dhalami wa hum sujudun aninun minhu tanfariju ad-dhulu'a. Ka thënë njerëzit, rin flet e këta që i tutën Allahut ngritën natën e bëjnë sejdë, e falin namazin. Ka thënë dhe rënkojnë, rënkesë nga e cila edhe trupi ka munim. Edhe domodin kockat i munon nga ajo se sa rënkojnë për tutës për Allahu te bareke ve teala. Khursun bin nahari li tuli samtin alejhim min sakinatihim khushu'a. Ka thënë këta ditën nuk folin shumë, sepse ju përmbahen heshtjes. Çka të folaj? Ja kam shil gojën tuta për Allahu subhanahu wa taala. Ka thënë dhe nga qetësia e tyre vërehen se i tutën Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu edhe zot prej mësimeve që apo pedagogive dhe fryteve që i nxjerrim nga frika prej Allahut te bareke ve taala është se kjo është edhe sebeb për rahmet. Kur njëri tutet Allahut, ata dhe mëshiron Zoti i Madh te bareke ve taala. Në surën Al-A'raf ayatin 154 thot Allahu te bareke ve taala wa fi nuskhatiha hudan wa rahmatun lil ladina hum li rabbihim yarhabun. Thot Allahu te bareke ve taala kur u ka zbrit Tevratin bijve të Israilit, thot dhe në pllakat, në dorëshkrimet e Tevratit ka pas, çfarë ka pas vëllazër? Ka pas udhëzim dhe rahmet. Udhëzim dhe rahmet, të cilin rahmet nuk e marrim pos ata të cilët i tutën Zotit vetë te bareke ve teala. Gjithashtu vëllazër ka ardhur në mësimet dhe frytet edhe me këta po e përfundojna. E teta se frika për Zotin xhelel xhelalu është udhëheci drejt çdo mirësie, çon çdo hajër. Ka ardhur në Kashaf nga Zamakhshariu rahimahullahu taala se ka thënë men khashi Allah ata minhu kullu khair. Kush i tutet Allahut, prej tij vjen çdo hajër. Wa man amina ijtara ala kulli sharr. Dhe kush nuk i tutet Allahut, ai është guximtar që ta bëjë çdo sharr. Nëse si tutet Allahut, çka e lën njerin Allahu? Me çka e lën? Çdo sharr. Ajo çka njerëzit nuk bojnë sharr, sa kanë dëshirë me bë sharr, është frika për një lëvërdit vetën, jo për ata që s'do me bë. Jo, siç thashë i xulsa më të mia. Edhe nëse frenohet për një lëvërdi, jo sa s'do me bë sharr. Andaj, ka thënë Abu Sulejmani, ka thënë aslu kulli khairin fi dunya wal akhirah al khawf min Allah. Baza e çdo të mirë në dunja dhe në ahiret është tuta prej Allahut subhanahu wa taala. Ka thënë Hasan al-Basriu, ka thënë frika dhe shpresa matiyata al-mu'min. Janë dy transportet, mjetet transportuese të besimtarit. Me çto hec? Her tutet, her shpreson. Her tutet, her shpreson. Kjo është ajo që e kam përmend dietarët në këtë kontekst. Gjithashtu ka ardhur në librin e Allahut subhanahu wa taala inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Allahut ja kanë frikën nga robërit e vet vetëm ulemat. E çfarë ka për ulemave? A khair ashar? A khair ashar? Ka thënë Imam Zuhriu rahimahullahu taala, çdo popull para ummetit Muhamedit alayhi salatu wassalam, ulemat e atij populli, atij ummeti janë kanë njerëzit më të këqij. Çto i ka përshkruar Allahu në Kur'an? Përveç ummetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ulemat e këtij ummeti janë njerëzit më të mirë. Dhe këta ka thënë Muhamedi alayhi salam vet, el ulama warathatul anbiya. Ulemat janë trashëgimtar të pejgamberëve. Ata i përcjellin dhe i përçojnë dhe i komunikojnë dhe rrëfejnë për mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam tek të tjerët. Muhamedi sa ka vdek. A mund ta paranojë zot një dunja pa ulema? Çish i duk? Vesh me menu pa 10 minuta të shtëpia, s'ka asnjë hoç. Menoja. E ku ta shish u baba si Korea e Veriut dhe Korea e Jugut. S'ka që të shka, king bond. Çka ka më bëllë dhe? Disa kanë qef qështu. O dhe zë na nuk po që ditëmi për atyre që ka e urrejnë islamin, se shpresojnë, mës me pasë gjallar, e djetar, e hafëzlar. Na nuk që ditëmi, sa Allah në ka kalëzun Kur'an. Qad bedetil baghdha'u min afwahihim, nga gjuhët e tyre rrjedh inati, buron inati. Wa ma tukhfi sudur, ajo që ka kanë gjoks, a ma e madhe. Ata shka sinojnë mi ba musliman ma e madhe. Po alhamdulillah që janë palacho,
Elhamdulillah që janë palaço. E Allahu inshallah shton numrin e muslimanëve. Po na nuk çuditni me këto vëllezër, po na çuditni me mrena muslimanëve që i urrejnë dietar dhe xhallar. Nuk çuditni me atë. Ata shka thonë, shemni xhamiat, rrononi xhamiat, apo hoxhallar i përshkruajnë me lloj nov këtë lig. Nuk ka për çuditë, ajo urrejnë Allah, ajo urrejnë, a kupton? Ajo urrejnë Allahun dhe pejgamberin sallam. Ata e cënojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. A çka më thon ti kur e shon Muhamedit sallam? Po ti nderin te me këtë halal, u krija jo mua. S'ka muhabet, as do të diskutu. Ose a do të më azon për të mallën e njëri? Çka thot Muhamedi sallam martu me fëmijë? Ti mos me ça? Po jo mund ti më ushojmë gjithë ditën. Çka morën deri jam krahasim me nderin e Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam. Ai çka tallet me emrin e Allahit, ata çka e vizatojnë derrin edhe e nojnë emrin e Allahit aty. Çka prit ti me thon edhe ti, çka prit ti me thon? Ai Muhamedi alayhi salam e ka vizatuar aty me derr. O vëzë këta pi kuptojna, ka tamam pi kuptojna, zemra urrejt e ka. Apo po ki cili përkacohet në Islam, përkacohet në xhami. Kjo vëzë, kush e ka mush me çast mullaf ndaj o xhallarë ulemave? Këtë kush e ka mush? Në shërbim të kujna është ky, ata e dim. Ne e dim, shumë mirë e dim. Dhe e din ata vet, ata më mirë e dim. Po ky që falet, ky që agjeron, ky që shkon qabe, që ki kush ja ka mush shpirtin dhe nefsin dhe gjoksin me urrejt ndaj djetar. Që kjo problemi o lezër. A i dijet, ja, ka të bedet, Allah në ka kalzu për atë. Allah në ka kalzu për atë. Ama o shumë e ligë o lezër, o shumë e ligë që me punu njeriu në të njëjtin tabor që ka të pranu hasmi. Ai që ka të thonë ta rënojmë xhamien, edhe ti thu, po ashtu janë do bidate që ati rënoje. Cëli o vezër të bohdam, cëli o të bohdam ma keq. Ai që ka thot nalë në ezanin, ki thot naleve se ashtu bidagjia, nale. Që ki, a e kuptoni edhe që shfarloje kanë bo këto. E ka fut një hasëm atje për jashtë, edhe ka fut një hasëm për mrejna, apo një ignorant për mrejna, edhe kryesori a rezultati a barabar. A o me rëndësi, a urënu gjamia për ati shka a urren gjamien, a në emër të bidatit që ti do me urënu gjamien, rezultati janë njësoj, gjamia du të me ra, o kri muhabeti. Abdul Kadir Arnauti rahimahullahu ta'ala tregon të për në Siri, tregon për Siri. Thot u përlajshin muslimant, a mi fal 20 recate, a 8 recate. Cële a ma mirat, 20 a 8. Er hyqimeti, që ka ra isha Allah kur zven mo, që hyqimeti cili ka 14 vjet i ka ndjek muslimanët me miliona muslimani ka shka përder. Që hyqimet ka arë ka thonë, shka një të bo? Dë përla, pëse? A 20 a 8, më shelë gjamia. Ska bu faliq. Kështu o vëzër, nëse nuk vetëdisohen musliman kam jo argjendja, inshallah zven kur ja rabbal alamin. Ama nëse nuk vetëdisohemi, edhe nuk e mledh në mend, a 8 a 20, a me dorë të spit, a me rruza, ka me arë një dit as me dorë, as me të spit. Andaj mledhi mend, dhe mos luj, dhe mos puno në shërbim të huj, qoftë edhe pa vetije. Këshire, nëse shkavje do që ta të thuj, jo, se duhet. A i të do shti, unë se duhet. U kri, bëhu me muslimani nësa më katari maj madhë në botë. Bëhu kra i muslimani nësa në gjynaqari maj madhë në botë. Funi kja musliman. Ka besu Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku njëri gjamiës, njëri Kur'anit. A dhe zë shiko, Allahu gjitha dhe në Kur'an, ata të sët i tutën Allahut janë djetarët. Thot Imam Zuhriu, vetëm në këtë ummet, ulemat janë njerëzit më të ngritur, më të lartë. Këto janë vëzër disa prej friteve, ka dhe shumë tjera, përse kora kam barua. Ne lusim Zotin e madhë që Allah t'i mbuzim në tonë me frikë, prej Zotit madhë të bare kjo e tëra. Ne e shkarkon Allah gjdo frikë nga gjdo kush për njerëzve të tjerë. E lusim Allah që Allah të bare kjo e tëra në bënë që në zemrat tona të ketë të uhit të pastër, iman të pastër, islam të pastër. E lusim Allah subhanahu wa taala që Allah të në mundëson që t'i dojmë musliman, mos t'i urrej musliman, mos t'i dojmë qoftë edhe ata kundërshtar, edhe njerëz të cilët ka mundësi prej keq kuptimit apo keq interpretimit kanë mundësi me na pa gabim, edhe ata janë musliman të cilët i kanë gabu tekstet, mendojnë se edhe na i kena gabu tekstet, ajo çështje se do të del përpara Zotit te bareke ve teala, me rëndësi është të çdo njeri i cili ka tauhid dhe ka islam dhe ka iman, ti më pas vëlla musliman. E lutim Zotin e Madh xhelal xhelalu, që Allah subhanahu wa taala musliman këtë që Allahu t'i ndihmon. Fuqarat, skamnorët, nevojtarët, të gjithë që kanë nevojë për rahmetin e Zotit, Allahu t'i mëshiron. Sidomos ata vëllezërit tonë në Gaza, Allahu t'i ndihmon. Allahu t'i përkrah. Çdo agent, çdo kurth që ka mundësi më ju planifikua atë në, Allahu ta shpartallon.
Elusim Zotin e Madh te bareke ve te Allahu te fal gjunat tona. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.